që nuk ecën sipas këshillës të pabesve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashk me tallësit, por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Ai do të jetë si një pemë mbjell gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij, dhe të cilit e gjethet nuk i fishken, dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të tillë nuk janë të pabesët, janë si byku që era e shpërndan. Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të drejtve, sepse Zoti njeh rrugët të drejtve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatëri.